Kevin bëshim këtë pjesë unë. A shikur, thot tjetri, duroj, se konë se nuk e me gjatë gjë. Të shi, unë të mja shpjegum këtë lloj mënyre. Për shembull, nëse unë bëj figurë të keqe për rini shqiptare që mos morin si mu, i them rinis shqiptare që mos pini mu bëm këtë gratën time. Mu bo barbona e ordinera, drogaxhi e pijaneca. Unë e kam harë, mos e hani ju. Kaq, tu desha me dalën, po ti s'le me fal. Po shembulli më i keq për rini shqiptare nuk jam unë që pi 10 euro 16 e 10 euro birra e 10 euro ven, e 10 euro cigare, e 10 euro, mu më hikin 50 euro vetëm këtë që ti heku këto gjitha, unë bëj 2000 euro në muj për kokë të familjes me hek cigaren, drogën edhe alkoholin. 2000 euro në muj për kokë të familjes. Mërë për shpijes, si të bëj si shkathët me jo? Po pse për të lejeni jo që t'ju rejun juve? Po pse për të lejeni jo që t'hanë jo? Po pse si shifni jo gjonat vetë? Po pse s'ta një? Po pse për të lejnë duk në ne? Ose këto tjera që tali, po pse qaj duk në ne? Oshë i numëri im, është i 70%, të ose maksimumi 80%, ja budalej. Këte i herë, kush e më honë, o budala. Që t'i bim shkurt. Ca njerëz ato 20% të myzin budalet sa fluksi madh, komentojnë më shpejt se ne, janë më shumë, ka dhe më shumë komente djallëzirash, komente me djallëzira, si në komente memësh, si në komente videosh personave, si në komente live-ësh, si çdo koment është djallëzira mes. Qa ti bësh? S'ke që mi bo, hajsh di, hajsh flet. A kupto? Shembulli më i keq për rini shqiptare janë transat. Pastaj vim ne drogaxhit. Edhe pijanecat. Po flas ta më djollë të s'ka ne që më qesh. Po qesh me batutën e Stelas. Oh, kam dhe njerëzit e miu, po do ngjoj vetëm ty. Po pse po dalla, apo në djollë që po ti më. Po për zotin, do ta lexoj ç'a tha. Mos ja vi reze kanë artezët. Po ti po mu gjas me mos të provokon. Po ti ve ç'a tha dhe unë për në qesha tash Kush ishte kjo? Kush ishte kjo amon? Kush ishte kjo? Stela. Po Stela, la on shkok në karit të Stela. Po. E bastardojnë muhabetin. Kat. Edhe këto ma bëre muaj. Po ku jam se do reagon të ashtu ai? Vete theti. Qa të bëra unë? O Stel, ti e femër gangstere, nuk e dija që kisha problem se ai... Fosi më mirë këto.